Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, vetëm 2 banane në ditë dhe do I thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Bananet janë fruta shumë të përhapur, krahas shijes së tyre ato kanë një numër të lartë përfitimesh për organizmin. Bananet renditen ndër frutat më të rëndësishme dhe më të shëndetshme në botë. Mirë po, çfarë do të ndodh me trupin tuaj nëse ju konsumoni 2 banane në ditë? Tensioni I gjakut. Konsumimi I 2 bananeve në ditë ndihmon në ruajtjen e parametrave normal të tensionit të gjakut. Prania e kaliumit dhe natriumit në këtë frutë ndikon që të mbahet një shtypje normale e gjakut. Rreziku nga sëmundjet e këqija. Konsumimi I shumë frutave dhe perimeve ndihmon në zvogëlimin e rrezikut të prekjes nga sëmundjet e zorrëve. Prania e vitaminës C mundëson gjithashtu luftimin e radikaleve të lira të cilat janë shkaktare të këtyre sëmundjeve të këqija. Sipas ekspertëve, 2 banane në ditë gjithashtu mund të ndihmojnë edhe për shëndetin e zemrës. Konsumimi I vetëm 2 bananeve në ditë mund të përmirësojë ndjeshëm funksionin e zemrës dhe shëndetin e saj. Fibrat dhe vitaminat që këto fruta përmbajnë ndikojnë në këto veti të bananeve. Shëndeti I zorrëve. Diarreja dhe shtrëngimi I zorrëve janë disa nga problemet më të shpeshta tek njerëzit. Nëse konsumoni banane dhe balanconi dietën tuaj, atëherë ju do të përmirësoni shëndetin tuaj dhe njëkohësisht do të keni më shumë energji. Bananet janë të mira sidomos për personat të cilët ushtrojnë aktivitet fizik dhe njëkohësisht kanë nevojë për energji. Pavarësisht nga jetëgjatësia e tyre shumë e shkurtër, bananet janë një nga frutat më të njohura në botë. Sipas ekspertëve, ato kanë një shije të ëmbël dhe me përmasa gati të përsosur natyrale, duke u bërë një vakt I shkëlqyeshëm ose shtesë në një vakt I shëndetshëm. Tashmë që e dini që bananet janë një ushqim tepër I shëndetshëm, ato janë mjaft të rëndësishme për të konsumuar pasi janë të mbushura me kalium, fibra, vitaminë C dhe B6 ndër ushqyesit e tjerë. Edhe për qëndrimi relativisht I lartë I sheqerit rreth 14 gram për banane, zbutet nga fibra e cila zvogëlon normën me të cilën sheqeri godet në rrjedhjen tuaj të gjakut. Ushqimi I një diete të pasur me fibra dhe me perime është treguar se zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të frikshme, duke përfshirë sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës dhe diabetin. Por kur bëhet fjalë për banane, a mund të ketë shumë gjëra të mira? Ne ju ftojmë të dëgjoni këtë video deri në fund për të zbuluar se çfarë do të ndodhë nëse ju hani 2 banane në ditë. Përfitimet janë kryesisht të mira, por ka disa paralajmërime befasuese që duhet të dini. 2 banane rrisin nivelin tuaj të përditshëm të kaliumit. Kaliumi luan disa role vitale në trupin ton, përdoret nga çdo qelisë që ju keni për të gjeneruar ngarkesën e nevojshme për proceset e jetës. Kaliumi gjithashtu është I përfshirë në rregullimin e presionit tuaj të gjakut, qëndrueshmëria e rrahjeve të zemrës dhe nxitjen e lëshimit të insulinës. Gjithashtu në partneritet me natriumin, kaliumi gjithashtu punon për të kontrolluar nivelet e lëngjeve në shëndetin tuaj dhe gjithashtu, pavarësisht rëndësisë së saj, shumë prej nesh nuk marrin mjaft kalium çdo ditë. RDA për kalium tek të rriturit është e shëndetshme në intervalin 3500 deri në 4700 mg në ditë. Ndërkohë, 2 banane ndihmojnë edhe në mbajtjen e një presioni të shëndetshëm të gjakut. Është një ekuilibër I natriumit dhe I kaliumit që veshkat tuaja e përdorin për të kontrolluar presionin e gjakut, duke rregulluar nivelet e lëngut të ruajtur në trupin tuaj si një përgjigje ndaj kërkesave të jashtme dhe të brendshme. Fatkeqësisht shumë prej nesh marrin shumë natrium në dietat tona dhe për këtë arsye jo mjaftueshëm kalium. Kjo mund të sjellë shumë presion të gjakut deri në nivel jo të shëndetshëm.
Nëse angazhoheni të hani 2 banane çdo ditë, rreziku juaj për hipertension do të ulet ndjeshëm. 2 banane në ditë ulin rrezikun për sëmundje të këqija. Frutat dhe perimet janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të ulur rrezikun e prekjes nga sëmundjet e këqija, sepse ato ofrojnë vitamina dhe minerale që ju nevojiten, sidomos pa krip, sheqer dhe konservues kimikat të shtuar. Bananet kanë përfitimin e shtuar për të qenë gjithashtu të pasur edhe me vitaminë C, një antioksidant më i fuqishëm. Antioksidantët janë në gjendje të lidhen dhe të neutralizojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë sëmundje të këqija. Përmbajtja e fibrave në banane është e njohur gjithashtu që zvogëlon edhe rrezikun e sëmundjeve tuaja të këqija, sidomos të zorrës së trashë. 2 banane gjithashtu përmirësojnë shëndetin e zemrës. Bananet përmbajnë shumë gjëra të cilat janë veçanërisht të mira për zemrën. Për fillestarët, studimet e kaliumit kanë treguar që njerëzit të marrin të paktën 4069 mg kalium çdo ditë dhe do të kenë një rrezik prej 49% më të ulët të vdekjes nga sëmundjet e zemrës. Sipas ekspertëve, ju kështu do të merrni lëndë ushqyese nga të cilat mund të përfitojë edhe zemra juaj. Fibra, vitamina C dhe vitamina B6 formojnë një treshe të fuqishme e cila funksionon për ta mbajtur të fortë zemrën tuaj. Ndërkohë, sipas ekspertëve, 2 banane nuk rekomandohen për njerëzit të cilët konsumojnë ilaçe. Ne nuk kemi asnjë problem të rekomandojmë 2 banane në ditë për shumicën e njerëzve, por sidoqoftë ata të cilët marrin ilaçe për sëmundjet e zemrës duhet që të kenë kujdes me çdo ushqim që ata që përmban një nivel të lartë kaliumi. Ilaçet rrisin po ashtu nivelin e kaliumit dhe mund t'ju vendosin në nivele të rrezikshme në kombinim me bananet. Bananet gjithashtu konsiderohen si një ushqim mesatar glicemik për shkak të përmbajtjes së tyre të sheqerit, kështu që diabetikët mund të dëshirojnë të kufizojnë marrjen e tyre. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ju duhet të dini se bananet mund të trajtojnë edhe urdhin, i cili ndryshe njihet si djegja e stomakut. Bananet kanë një efekt antiinflamator dhe mund të të çlirojnë nga shqetësimet të cilat janë të shkaktuara nga aciditeti i lartë në stomak. Mjafton të hash vetëm një banane dhe kështu menjëherë do të ndjesh lehtësim nga të gjitha simptomat. Sipas ekspertëve, mjafton që të hash një banane dhe menjëherë do të ndjesh lehtësim nga simptomat e djegjes së stomakut. Banania gjithashtu është një frut i shëndetshëm për zemrën, është e pasur gjithashtu me potasium dhe kanë shumë pak sodium, një kombinim i përsosur për mbrojtjen nga infarkti dhe gjithashtu yndyra dhe goditjet në tru. Sipas ekspertëve, ne ju sugjerojmë që ju të përdorni bananet si burim energjie. Nëse hani ose 2 banane para ushtrimeve në palestër, dhe kështu do të përfitosh mjaftueshëm energji për mbi 1 orë stërvitje. Burim energjie, ju duhet ta përdorni atë për të forcuar muskujt tuaj dhe për të parandaluar ngërçet muskulare. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.